Pas kronikës që dëgjuat, do të elaborojmë gabimet në për tekste shkollore, bashkërisht me profesorin Nevzim Mustafa, të cilin e kam në studio. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Profesor, disa vite me radhë përsëritën gabimet në për tekste shkollore, nuk është hera e parë, e fundit është libri i gjeografisë, ku Kosovës, zonës së Dugagjinit, i referohet me tohia. Pse ndodhin këto gabime? Po ndodhin këto gabime për arsye se edhe nuk e ka kuptuar se siç është Maqedonia një shtet multishoqëror ose multietnik, nuk i merr parasysh disa specifika që duhet të ketë programa plan programi mësimor, se në plan programi mësimor ka disa lanë që janë identitare, siç është gjuha shqipe, letërsia, muzika, gjeografia dhe historia. Dhe nga kjo anë që e kanë të drejtë, nëse është e drejtë demokratike, edhe arsimi atëherë betet që këtu të mësojnë ata çka duan, edhe si duan çdo komunitet që ekziston në Maqedoni. Te na është problem, i ka moshën prej viteve në shekullit kaluar, prej vitit 1181, kur filluan me toponimimet që t'i bastardojnë, mos t'i përdoren në gjuhën shqipe, e vazhdon edhe sot e kësaj dite, tash nëpërmjet temave të ndryshme që duhet t'i mësojnë nxënësit shqiptar. Kjo është edhe një prej atyre gabimeve që deri tani Ministria e Arsimit disa herë i ka ndërruar ligje për botimin e teksteve shkollore, por kjo më e fundit që ishte edhe më katastrofike ishte i ligji 2017-s, ku atëherë kërkoheshe që të ketë një mësim të integruar dhe duhet të ndërrojnë të gjitha edhe planet, programet dhe tekste shkollore. Ja, ajo dështoj, se të na në bazë të asaj që kemi 19 ministra, 19 reforma ekzistojnë në mësim. Çdo ministër që vjen mundohet të bëhet ndonjë reformë, por ajo reformë dështon për arsye se nuk vijnë ligjet në kohë dhe ndërrohen ministrat, kështu që i bën barrë që një ministër ta vazhdon, ai nuk e vazhdon, atje kërkon i reformë. Profesor, Ministria e Arsimit thotë se bëhet fjalë për gabim teknik. A mund të flasim për gabim teknik? S'ka gabim. Gabim teknik mund të jetë një germ, një vizatim që mund të ndryshojë, kurse këtu është çështje përmbajtësore. Ne kemi tekste të cilët duke di se autorët ta përkufizojnë Maqedoninë, thot në peredim me Bullgarinë, lidhje me Shqipërinë. Nuk di sa është Himalajt, sa janë të larta, cili është, domethënë, këto nuk janë gabime teknike, këto gabime përmbajtësore, këto janë gabime të cilët të shtin në dyshim të mendosh se kush janë ata autorë, sa e njohin atë landën, a janë profesionistë, apo janë me diçka të cilët si zakonisht me diploma apo me doktoratat të vlera. Pse jepet kjo drejt kaq e madhe, kushtimisht e thënë edhe vetë nga autoritetet, dëshirës së autorit? Si mundet, apo a mundet autori në bazë të dëshirës së tij të formulon tekste shkollore? Shiko, të tekste shkollore është edhe një gabim, se këta landët identitare që unë përmenda, për shembull te gjeografia, historia, nuk mund ta bëj nëse nuk e njeh specifikat e atij komuniteti që duhet të shkruaj një tekst. Por këto gabime janë, domethënë, të qëllimshme për mua, se nuk është vetëm një vit, nuk është vetëm një gabim, por vit për viti këto gabime përcillen brez pas brezi. Nuk e din kur është Atika, kur është Stopi, nuk e din ku, për shembull, dikur kishëm një komision që shifshin disa tema nga landa historisë. Në atë komision ishëm parapa përveç temave që janë në kuadrë të mësimeve të programit që i parashef si tema balkanike, ishën edhe 7 tema që duheshin të mësojnë shqiptarë, po edhe Maqedonë, tani nuk ekziston, edhe ata nuk e marrin të përfaqësojnë historinë e shqiptarë, prandaj edhe teksti i historisë është për të njëjtë gjendje siç është teksti i gjeografisë. Aty ka disa filtra, edhe njëri prej tyre është komisioni. A ka mundësi procedurale që komisioni të shpëton një gjë e tillë? Shiko, që përbëhet nga disa antarë. Ka disa filtra. Por deri tani siç dihet se tash për këtë vit pak më parë se e ndërruan
ligjin për botimin e teksteve, se tekstet duhet t'i bëjnë shpit botuse. Dhe ati tani po i mbet ajo që ai ta gjej edhe autorët e teksteve tjere. Kjo është në rregull se nuk ka në botë që një ministri që tjetë botusi teksteve, si ishte te na, shqyqyzot e tjerë. Por problemi është se të gjithë ata shpallin konkurse dhe përsëri konkurrojnë njerëz të cilët janë afër partisë. Ato caktojnë, nuk merren ato të cilët kanë provojë, të cilët dijen, kanë një farë backgroundi, i njeh opinioni shkencor e tjerë, por pse ky është i imi, duhet ta pranojnë atje. Dhe tash në atë filter nuk ekziston një redaktor profesional i landës për të cilin ai duhet të përgjigjet nëse ka gabime përballësore. Ajo gabime teknike, duhet edhe të ketë edhe gabime që janë gjusore. Edhe aty duhet të ketë një lektor të mirë që ai do t'i marrë ato gabime, do të thotë se përgjegjësinë. Këtë na nuk ka të këtij. Autori që duhet kërkoj të jetë profesor universitar, e zgjedh një nga praktika ose dy, e cakton nëpërmjet komisionit kombëtar që ekziston. E dihet si shkojnë te na, e zgjedh thotë caktosh këtë, ai e cakton recenzenti as nuk i lexon, e shikon vetëm kështu, se është në rregull, i ka kaq faqe, ja përfshi këto tema, që edhe aty ka probleme se një temë del përpara një teme që duhet shpjegohet, por nuk vrehen ato, edhe në fund, domethënë, jep leje Këshilli Kombëtar. Por këto pa pas një redaktor që do të marrë përgjegjësinë, kështu do të ketë edhe tashme gabime. Këtë duhet t'ju pyes, një rol shumë të madh luajn recenzenti, që jep fjalën e fundit. Pse recenzentëve i shpëtojnë këto gjëra? A bëhet fjalë që janë recenzent aq të painformuar që të bëjnë një gabim të tillë trashanik? Po tash shiko, recenzenti janë 3 recenzenta janë, domethënë praktikisht duhet të jenë, dhe secilit që mos dijen janë me tjetër dhe t'i jap ato domethënë gabime që do t'i vrej. Mirë, po kur ata të 3 kur takohen, në fund pasi zbardhet se kush është autori dhe cili tekst, këtu duhet të ketë edhe një tjetër redaktor profesional i landës, të cilit është tamam një shkencëtar që të mundet këto përbajtje që nuk i takojnë shkencës, t'i largojnë, këtu të na kjo ekziston. Për dhe recenzentat, një farë mënyrë, e marrin honorarët e tyne dhe nuk intereson përgjithësi, thot i bet autorit. Autori, çfarë punë të bëjnë? Profesor, pse përsëritën ndër vite këto dhe çfarë duhet bën komuniteti akademik, po edhe faktori politik shqiptar? Ne kemi pas ministra të arsimit prej vitit 2001 tutje, pothuajse shumica për tyre shqiptar. Kemi akademik shqiptar, kemi komunitet intelektual shqiptar. Pse kishtet në këtë situatë? Dikur ekzistonin shoqata, kemi shoqata në historianëve, shoqata në albalologëve, shoqata në arkitektëve, tjere. Po tani, masi kemi institucionet dhe ka njerëz të tonë që punojnë aty, nuk ka nevojë tash të ekzistojnë edhe shoqatat. Mirë po, përsëri ato ishën më të ndërgjegjshme se sa që janë ministrat tonë, se në këtë, domethënë, prej sistemi demokratik pluralisht që kemi 6 ministra shqiptar dhe asnjëri prej këtyre nuk e gjet të udhës që të bëj të sparet një ligj, mandej edhe të orvatet të kërkojnë ekspertë të cilët me të vërtetë e njohin shkencën e gjeografisë apo historisë e tjere. Kështu kjo bartet se kemi ndryshime shumë të shpeshta, edhe nuk e merë përgjegjësinë, i vjen 4 vjet, dhe këtu është edhe një gabim tjetër, se dikur në atë sistemin komunist çdo 5 vjet, punoshte me një tekst, mas 5 vjetëve bështe analiza dhe atëherë kërkoshte nëse teksti ka shumë gabim. Këtu kemi plot deklarime të ndryshme se tani tekstet do të përmirësohen, asnjëherë nuk janë përmirësuar, të njëjtat tekst. Dhe ky tekst që ka dalë është po i njëjti tekst i 2017-s kur është botuar gjeografia dhe vetëm disa, them, përmirësime të vogla, por për ndryshe janë marrë nga ai tekst edhe tashi, domethënë, nuk e ka pa, nuk e ka llogarit, po ndoshta edhe i konvenon në një farë mënyre që të thotë se
Kosova është pjesë e jugo-perëndimore e Serbisë, ose që e përdor Metohi, nuk e përdor Dukagjinin e tjere. Këtu është ai problemi. Ne duhet ta zgjidhim. Duhet të reagojnë arsimtarët, duhet të reagojnë prindët. Te na nuk reagojnë. Nuk kemi kohë që t'ulemi të shikojmë ato tekste. Jeta është dinamike, ma shumë mendoj për diçka tjetër se ajo që s'ka do të mësoj një fëmijë tyre. Një rol të madh kanë këtu edhe përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë dhe të Kosovës. A duhet edhe ata të ngrisin zërin kur informohen se ka tekste të tilla shkollore në të cilat mësojnë nxënësit shqiptar? Po sigurisht se duhet. Ka shtete, për shembull, që të komuniteteve ndryshme që jetojnë në atë shtet, ka shtojc në tekstin bazë që është ku do të mësojnë për kulturën e tyre, qoftë gjeografi, qoftë histori, qoftë gjuhën e tyre, që të tregojë ky komunitet ka këta specifika krahasim me komunitetet tjera. Tena është një tekst, mandej teksti përkthehet, që është gjaja dhe më e keqe, ku përkthehet një tekst e humbat shijen e parë që e ka, se ajo është tamam sikur të përtrypish bukën, t'ja marrësh langun, mbesin ajo që është e keqe e thata. Kështu që teksti nuk e tërheq edhe nxënësi, nuk është atraktiv, me gabime gjysore. Nuk ka as terminologji të njësuar, po dikush i thot rajon, dikush i thot zonë, dikush i thot u lag nga kjo anë, laget ka disa dete, dikush thot është i kufizuar me këtë det, edhe së nuk bisht në fije, prandaj këtu është më së mirë që tekstet që ka të bëjnë me identitetin kombëtar të shqiptarëve, duhet t'i bëjnë veç shqiptarët. Dhe në qoftë ai mund ta marrë, për shembull, që bëjt një tekst se këtu te na nuk kanë të drejtë shqiptarët të hartojnë tekstet në gjuhë shqipe, përveç gjuhës dhe letësisë shqipe, gramatikës e tjerë, tekstet janë të obliguar të botojnë në maqedonisht, ose prej shqipes ta përkthejnë në maqedonisht, por duhet të jetë edhe një specialist i shkencës i cili do t'i shikojë të gjitha këto, edhe çka është përfshirë dhe çka nuk ka përfshirë, dhe ku janë gabimet. Kështu te na nuk ekziston, prandaj këto gabime do të përcillen, janë përcjellë dhe do të përcillen edhe në të ardhmen. Për ta përmbyllur, përderisa autoritetet nuk marrin masa dhe i quajnë cilësoj si gabime teknike të thjeshta sipas tyre, çfarë duhet bëjnë prindrit? I përmendet edhe ju, cili është roli i prindve në këtë rast për fëmijët e tyre? Po shiko tash ti, është këshilli i prindve është heterogjen. Janë edhe intelektual, po ka edhe të tillë të cilët në një farë mënyrë ato thonë se shkolla e ka të obligimet, arsimtarët duhet të reagojnë, por unë kisha thënë se nëse këto gabime nuk përmirësohen, ka edhe një kolikium i msheft që thonë, që është përdoret edhe në shumë vende, të shpjegojt ajo që është shkencore. Nëse është e gabuar, ta flak, edhe të mos e pranojnë atë libër, por të kërkojnë që të evitojnë të botojnë libra të cilët duhet të jenë adekuat edhe me moshën, edhe me terminologjinë, por edhe anën shkencore, se mësimet dhe shkollë fillore dhe të mesme janë të verifikuara, nuk ka hipoteza aty. Ajo çka është edhe çka është e verifikuar të shkencë dhe nuk ka ndryshime. Prandaj këtu nuk duhet t'i mashtrojmë nxënësit. Është përgjënos që t'i lajthisim ne me dhëna të cilat nuk ekzistojnë ose janë të gabueshme. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit edhe juve. Krahasia ishte imja. Vetëm pas sigles neve rikthehemi me informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.